Të nderuar bashkëqytetar, përmes një emocioni të papërshkrueshëm, dua të përshëndes hapjen e negociatave. Negociatat që kemi vite e vite që presim, nuk janë thjesht për integrimin e shoqërisë shqiptare në Europë, por edhe rikonfigurimin e brendshëm politik dhe forcimin e institucioneve të pavarura nga njëra tjetra dhe të ndërvarura për arsye informacioni që i bën institucionet më të forta. Absolutisht, ne presim dhe mirëpresim që ristrukturimi i politikës dhe largimi të gjithë të korrupturave të 31 vjeçar do bëj të mundur antarësimin e Shqipërisë sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Edhe njëherë falenderojmë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që e miratuan hapjen e negociatave, kuptohet përmes vështirësive të mëdha, pasi ne nuk patëm plotësuar kushtet e vendosura. Gjithsesi, ne jemi mirënjohës atyre që morën këtë vendim. Ju falenderoj nga zemra dhe uroj gjithë popullin shqiptar për këtë risi dhe mirësi që bën vendet e Bashkimit Evropian. Edhe njëherë, faleminderit shumë.